Gripi konsiderohet zakonisht një infekcion sezonal që prek rrugët e frymarrjes dhe kalon brenda pak ditësh me temperaturë, kollë dhe lodhje. Megjithatë, kërkimet e fundit shkencore po tregojnë se ndikimi i tij mund të jetë shumë më i thellë dhe potencialisht i rrezikshëm, sidomos për persona me probleme kardiovaskulare. Një studim i publikuar në revistën shkencore Immunity ka hedhur dritë mbi një mekanizëm të ri përmes të cilit virusi i gripit mund të arrijë në zemër dhe të shkaktojë dëmtime serioze. Të dhënat epidemiologjike kanë treguar prej kohës se ekziston një lidhje mes infeksioneve akute respiratore dhe ngjarjeve kardiake. Sipas studimeve, deri në 1/3 e atakeve në zemër ndodhin pas një infeksioni respirator. Në raste të rralla, vetë virusi i gripit, drejt për drejt ose përmes reagimit imunitar që ai shkakton, mund të çojë në miokardit, inflamacion të muskulit të zemrës, duke dobësuar aftësinë e saj për të pompuar gjak. Studiuesit në spitalin Mount Sinai në New York analizuan zemrat e 35 pacientëve që kishin dëruar jetë nga gripi. Rezultatet treguan se në shumicën e rasteve, komplikacionet kardiovaskulare kishin luajtur rol vendimtar në vdekje. Mbi 85% e pacientëve kishin sëmundje të mëparshme të zemrës si hipertensioni, ndërsa shumë prej tyre vuanin nga ateroskleroza dhe fibroz kardiake. Këto gjendje e bëjnë zemrën më të ndjeshme ndaj stresit dhe inflamacionit shtesë. Zbulimi më i rëndësishëm i studimit lidhet me një nëngrup të veçantë qelizas imune, të quajtura qeliza prodendritike. Këto qeliza janë pjesë e sistemit të mbrojtjes të organizmit dhe zakonisht ndihmojnë në luftimin e infeksioneve virale përmes prodhimit të interferoneve, proteina me aktivitet antiviral. Por në rastin e gripit, roli i tyre mund të kthehet në të kundërt. Shkencëtarët zbuluan se qelizat prodendritike infektohen nga virusi në mushkëri dhe më pas migrojnë drejt zemrës përmes qarkullimit të gjakut. Në këtë mënyrë, ato veprojnë si një kal i Trojës, duke transportuar virusin në indin e zemrës pa u zbuluar menjëherë. Pasi arrin në miokard, ato e transmetojnë infeksionin te kardiomiocitet, qeliza muskulore që mundësojnë të kurjen dhe relaksimin e zemrës. Prania e virusit në zemër shkakton një reagim të fuqishëm imunitar. Qelizat prodendritike çlirojnë sasi të mëdha interferonesh të tipit 1 me synimin për të luftuar infeksionin. Megjithatë, kjo përgjigje shpesh është e tepruar dhe jo proporcionale. Inflamacioni intensiv që rezulton dëmton vetë kardiomiocitet duke çuar në vdekjen e tyre. Si pasojë, zvoglohet prodhimi kardiak, sasia e gjakut që zemra pompon në trup dhe rritet rreziku për dështim kardiak ose atak në zemër. Ky mekanizëm ndihmon në shpjegimin e faktit pse pacientët me sëmundje ekzistuese të zemrës janë më të rrezikuar gjatë sezonit të gripit. Zemra e tyre tashmë është e kompromentuar nga inflamacioni kronik, pllakat aterosklerotike apo indet mbresore. Një reagim i fortë imunitar i nxitur nga gripi mund të jetë goditja e fundit që çon në një ngjarje fatale. Përveç zbulimit të këtij mekanizmi, studiuesit testuan edhe një qasje të re terapeutike, duke përdorur modele eksperimentale me minj dhe analiza të indeve njerëzore. Ata provuan një ilaç me bazë RNA që rregullon sinjalizimin e interferonit. Rezultatet treguan se kontrolli i kësaj përgjigje imune mund të zvoglojë ndjeshëm dëmtimin e zemrës, pa e kompromentuar plotësisht mbrojtjen kundër virusit. Kërkimet do të vazhdojnë për të kuptuar më mirë pse qelizat prodendritike janë kaq të ndjeshme ndaj infeksionit me grip dhe si mund të parandalohet migrimi i tyre drejt zemrës. Shpresa është që këto zbulime të çojnë në zhvillimin e terapive të reja që mbrojnë pacientët me rrezik të lartë gjatë infeksioneve virale. Ndërkohë ekspertët theksojnë rëndësinë e masave parandaluese. Vaksinimi kundër gripit mbetet një nga mënyrat më efektive për të reduktuar rrezikun e komplikimeve, sidomos tek të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike të zemrës. Kujdesi i shtuar gjatë sezonit të gripit dhe trajtimi i hershëm i simptomave mund të bëjnë diferencën mes një infeksioni të zakonshëm dhe një komplikacioni serioz kardiak. Ky studim rikujton se gripi nuk duhet nënvlerësuar. Përtej simptomave të zakonshme, ai mund të ndikojë në organin më jetik të trupit. Kuptimi i mekanizmave të fshehtë që lidhin infeksionet virale me dëmtimin e zemrës është një hap i rëndësishëm drejt mbrojtjes më të mirë të shëndetit publik.